Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallim ala mabuthi rahmatan lil alamin, nabina Muhammad wa ala ahli at-tayyibin at-tahirin wa man istanna bi sunnatihim ila yawmiddin wa ba'd. Allahun e falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kanë Allahu subhanahu wa taala u zonë dhe të drejtë. Nuk ka kush e humb ndërsa të cilën e lën të humbur. Nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë, dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpishmëri. Mënyrën e radhë parti përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun që këto minuta sot i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Hadithi i 22 me radhë në librin 40 hadithe dhe në secilin hadith nga dy veçori është për një çështje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që kemë përmend ka përmend dy veçori, një të lavdushme që robi nëse stoliset me to bëhet shkak kjo veçori me që robin xhennet, edhe e dyta është prej gjërave jo të lavdushme që nëse robi zhytet në to, kjo çështje është shkak për me çun xhenem. Hadithi është i Abdullah ibn Mas'udit رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që transmeton Abdullah ibn Mas'udi, se thot ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mbahuni për sinqeritet, mbahuni për sinqeritetin, sepse sinqeriteti shpijen në mirësi. Sepse sinqeriteti shpijen në mirësi, ndërsa mirësia shpijen në xhennet. Ndërsa mirësia shpijen në xhennet. Njeriu vazhdon të jetë i sinqert dhe ta synoj sinqeritetin derisa të shkruhet tek Allahu si sinqert. Pastaj thotë ruajuni pikë gënjeshtrës, sepse gënjeshtra shpijen në shturje, ndërsa shturja shpijen në zjarr. Njeriu vazhdon të gënjej dhe të synoj gënjeshtrën derisa të shkruhet gënjeshtar tek Allahu. Ky hadith i madh na tregon se robi nëse vazhdon me sinqeritet, sinqeriteti po bëka shkak me e qu robin punë të mira, e punë e mira bëhen shkak që ky me hyn në xhennet. Po ashtu edhe kundërta e kësaj gënjeshtra. Gënjeshtra e çon robin në shturje. E shturja bëhet shkak ai mu bë prej xhehenemlive, Zoti na ruaj prej xhehenemit. Sinqeriteti, dashurit e mi duhet jetë shtyllë themelore e moralit besimtarit, të muslimanit. Sinqeriteti duhet jetë shtyllë themelore e muslimanit. Duhet jetë tipar i qëndrueshëm i sjelljes tij. Duhet veprohet me sinqeritet, dashurit e mi, muslimani i mirë vepron çdo çështje me sinqeritet. Kërkon çdo çështje, ja kërkon vetvetes sinqeritetit. I referohet gjykimit në çdo gjë me sinqeritet. Kur gjykon me sinqeritet. Kur jep besë, është i sinqert në besën e tij. Kur flet sinqerisht.
kur këshillon sinqerisht, e kështu me radhë, domethënë. Se sinqeriteti i dashurit e mi është kulmi i mirësisë, të cilën nuk e përvetëson këtë veçori vetë se ai që ka besim të fortë në Allahun subhanahu wa taala, ai që ka iman të vërtet në Allahun. Se shpesh herë ku du me dal tek fjala, nuk mundet me përvetësu këtë veçori vetëm se besimtari. Që për jep një shembull. Në plot raste njeri mundet mos me qeni sinqert edhe njerëz mos me e marrë vesh. A mundet? Mundet. Plot edhe na jetojmë një kohë sot ka do që i ishe me i po në shikim të parë thush ta, mashallah te barakallah, nipat Ebu Bekrit e Omerit. Qas të kojshe me të mirë doken, po kur vazhdon me ta, me pas pun magat, edhe e merr vesh se këta, po vjen keq që pe thon, po një pjesë e njerëzve fejnë e kanë bo adet. Feja s'është adet, feja o sinceritet. Feja nuk është adet, feja o sinceritet. Disa e të qyshë si me programu vetë, sot e gjymu, ai po shkoj në gjymu, se duhet me shku në gjymu, po shkoj. Në gjymu nuk duhet me shku pëse duhet, po në gjymu duhet me shku se të ka urdhur Allahu subhanahu wa taala. Më unis për shpis me marrë këtë punë me sinceritet, auton. Me ardhë me e falë gjymun për hirtë Allahu subhanahu wa taala. Me ardhë me e falë gjymun, e pastaj dikush niset për para dhe në marrë me ndëgju edhe ligjeratën, edhe ligjeratën kur të nisën me bo njetë, me thonë po shkoj për hirtë Allahut me ndëgju, me ngrit ignorancën teme, me largu ignorancën, edhe me shtu diturinë, se njeriu kur të shton diturinë e ti, rreth Allahut, kur e nje Allahun, njohja Allahut, ka me të bo me e dasht Allahun. Nuk mundesh me e dasht Allahun, pa e njoft Allahun. Na nuk jena si tjirt, do të thotë, në ato e kipatash disa në për fet e tyre, adhurimet i kanë qorazi, apo i kanë të ndërlidhur me krijesat, nësë i kanë kështu në fejnë tonë, s'ka kështu. Në fejnë tjera, i bënë gjëna, du të me shku të aja që në të farë qoshin kë e ka aja që ullon gjënohet, me shku me i kalzu, me i thonë në kom bo kështu. Ndërmjet sotit e Zoti, që mi falë mu gjënohet, dhe i thotë mirë, thotë gjuj i 50 që është në mos, ja gjumë 50 që me 50 që kjo është kjo hajgare me fejnë e Zotit, do këshurit e mi. Kjo hajgare Allah është. Kështu nuk o feja Allah, neve Allah ka thonë, wa idhe se eleke ibadi anni fe inni qarib, kur robrit e mi që ndëgjaj që shfarë, wallahi billahi, pe thonë me plët goj këto, po tutna që s'jem të ja dit kimetin dinit islam, s'jem të ja dit që shfarë Zoti bujare kem, që shfarë fejet madhe e kem. Allah po thotë, kur robrit e mi, më kërkojnë mu, më lypin mu, dojnë me lyp diçka prej meje, unë jam afër tëne, nuk ki nevojt jas me hedhez kerin, as bicikletën me hedhez me shku të hoxha e taj tjeti, jo, qatë dake ku të bjen mend për Zotin, veç i që ndur të dhushja, a Rabbi, fale mu, lyp, qka ta dën loqka e zemrës. Kjo begatin vete, është auton. Parëmdo sa njeri kish mu bo azab, sa her dën mi lutë Allah, të shmarë në gjami me orë. Qëta Allahu na ka begatu me ardhjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, na ka begatu me këtë begati të madhe auton. Po, ka vendet të ndalume ku zban me bu dua, ka vende ku zban, për shembull ekremekumullah Zoti ju nderoft në vendjet të ku kryet nevoja madhe, nevoja vogël, zban. Ama jashtë ati objekti, ku dush, a bën edhe pa avdes bën. Edhe pa avdes bën me budo. Për atë arsye dashurit e mi, kjo begatia e fesë tane që do të thotë do të mja ditë shëshrin Allahut për këtë begati. E besimtarit dashurit e mi, nuk mundet me arrit
me përvetësu këtë veçori vetë se me besim në Allahun subhanahu wa ta'ala. Me qeni sinqert, sa ai kursoj sinqert e ditë se Allahu është ka o muraqibuhu, është kontrolluesi i tij. Na e dim pse na ndolemi auton. Pse na muslimani vërtet apo me thonë më ndryshe, që përpiloj me fjalë më ndryshe, të çfarë do të thonë. Dikush bëj si në formën e pyet, me thonë hoxh, ku vërtetot imani, me çka vërtetot besimi? Besimi dashurit e mi, besimi i vërtet nuk vërtetohet veç me të honetet e të agjeru e me të pati kush me Kur'an dorë, po ato e në vepra që aludojnë inshallah që të ki besim. Ati që do është besimi i vërtet. Kur ti e vetëm, kur nuk shek, kur kushisha votan, mund është me bo një gabim që Zoti ka thonë, mës me bo, ti se ban, që kjo imani i vërtet. Imani i vërtet o me pas muraqabe, me pas robi, me pas në njësin e ti se Zotin e ka gjithka, Zoti me dijen e ti, gjithka me ne, me qenën e ti që në lërën bjarëshin e ti, me dijen e ti, ti s'mund është mikë dijës Allah subhanahu wa ta'ala. Ajetul Kursin që gjyshet edhe gjyshrit tonë na kanë mësu, miru me e marë, na shpesh herën namaz, çdo namazi na e lexojmë Ajetul Kursin, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wala. Merë në shqip, merë në surën Bekara atje, këshura ajetin, çka po thot Allahu këtë pse neve na ka urdhëruar pejgamberi sosem çdo namaz me e thon këtë lutje. Pse ne e themi i lexojmë këto këtë ajet, një ajet është. Pse na e lexojmë? Ky ajet ka porosi të mëdha. Një për ajetet do më thonë që Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Tani çka vjen në ajetin më poshtë, asgjë thot si më shefet atij. Asgjë si më shefet, s'mundet më shef Allahu thotë. Na shpeshare dim mu masku për ballë një tjetër më shef, ama mos kujto që Allahu të më shefesh ti. Jo. Allahu çdo që din edhe fletat kur të bin, gjethet kur të bin prej pemës e din ato, nuk ikin dijes ti. Parat është edhe një moment interesant që kësha pas dëshirë me e përmen. Nesër në ditën e Kiametit, kur Allah subhanahu wa ta'ala, hadithu i gjatë po pe përmendi shkurt, me dollë të thelbit ajo që ka përdu me thonë, nesër në ditën e Kiametit, Allah subhanahu wa ta'ala cakton për një besimtar me hinë xhenem. Për një musliman. Edhe kur e fut Allahu subhanahu wa ta'ala në xhenem, e Zotin arrit për xhenemi, se xhenemi i trishtun të Allah të ndërum, a i nis me e thirë Allahun me dy emra të ti. Allah i posedon që shka në orë në hadith 99 emra. Kjo nuk do me thonë që 99, ka ma shumë, po 99 na që ka i dim që e më përmen në hadith. E aj e thirë me dy emra, Allahun subhanahu wa ta'ala i thot, o bujar, o i buti absolut. Edhe në xhehenem kur eshtin. Atëherë me lajket, nisin me ndëgju këtë robë të Zotit, edhe në xhehenem tu dënu të e thirë Allahun me këto dy emra, e Allahu kur të thiret, Allah ka premtu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Fa kur më lypin robt e mi mu, më lutën mu, unë jam afër tyre, ju përgjigj në lutjeve tyre. Skota, Allahu është shembulli më i miri të kanë Allah, për marrë një shembull veç praktik të na. Nuk është Allah subhanahu wa ta'ala, kur gjë s'ka të bëj me krijesat. Na shpeshherë thirim dikon, ose na thirr dikush, ose bëm që s'po ndim. Jetë Allah nuk ka kështu. Allah nëse i plotëson kriteret për mu të përgjigja, i të përgjigjet. Edhe kur e nisë Allah me thirë me lajket, i thënë, ja Rabbi, thot, është të thirë, thot, një rob i joti me dy emrat të bukur. Para kësaj me lajket shkojnë tek rojtari i xhehenimit, që është Maliku, e ka emrin Malik,
Kjo anë transmetime i nxep banorët e xhehenemit më mirë se nana që janë nxep vladin e vet. E ki pa nana e baba, ja dit dredhit e vladit krejt, ja din. E sidomos nana, po tham. Se baba që dojnë në hamball i shtëpis, ma shumë jashtë se brenda në shtëpi, del me punë, me angazhime. Nana të në ditën e gati në shtëpi, po vlas për ato nana që rinë sot në shtëpi dhe me ndet nana sot në shtëpi me i këshyr e vlad, është bo bajagi as na file su bo. Bilem unë e po mendojnë, nështë kjo tash dikush sot qesë, kjo fanatik, ama unë nëse i kish duft dikuj me jep qmimin Oscar me a jep auton, atë parqmimi që jepin për filma, qka është ajo, unë e u kësha jep aty në nanave që rinë në shtëpi që edukojnë në vlad, se po i qojnë në për qerdhe, ma shumë po i dojnë fmit ato nanat e qerdheve se nanat e shtëpis. E këshim bon një video vetë disuse, po vjem e këshin qit atë nanën e qerdhes edhe nanën original auton, edhe e këshin qit fmin e vogël, të kush përshkon, shke këta jo nana. Parimisht kjo është e papranueshme. Po musibeti i zemonit tonë, a i fëmija kur të rinë 5-6 orë rinë qerdha, atje, unë e tash nuk po, mos nuk du me më keq kuptu dikush, se ka dikush rrethana që me të vërtet du të me qu fëmin qerdha, auton. Ama jo zoja rinë në shpe, auton, që veç heke për shpis, heke ma shpejt, auton. Qo për shpis, heke. Jo më bonë modë, vëlloj biloj, tash unë e di që shumë kujs që akonda që të që të e thonë. Po shtojnë në realitetet tona. Ama ajo nan e cila ja ka jep besën Zotit se dënë me qua amanetin ven, se atë evlad që si baba, si nana, kur e qesin evladin këtë dynja, kanë bon njet me pas evlad, kanë përgjësi para Allahut, me eduku e merit, ama nana ja din krejt dredhit evladit, ja din. Krejt ja din. Në hadithu ardhët, rojtari i xhehenemi që ka emnin Malik, i një xhehenemlit ma mirë se nana evlad të vetë. Edhe shkojnë me lajket, i thojnë, ku është ky rob? Malik i thot, qatë shumë, thot, është ndez zjarmi i xhehenemit. E lanë djekë se e zjarmi i xhehenemit janë njerëz edhe gurt, thot, nuk po di ku është. Zdi ku është. Atëre me lajket shkojnë të Allah, i thojnë Allahut, se Allah është i ditur absolut, për këto e mora si shembull, që si i dijes ti asgjë, atëre Allah ja përshkruan, thot, shkonin filan vendin e keni. Edhe e nxjerrin, kur e nxjerrin e marrin e fusin, quhet një lum në xhennet, do të thot i thojnë lumi i jetës. Nahrul haya. E shtin aty edhe nxjerrin, kur del para Allahut, Allahut tash e pyet. E shto është mësimit dashurit e mi, lumi ai që i lutet Allahut, edhe gjuhën e tij e zemrën e tij ka të lidhur me Allahun. I thot Allahu subhanahu wa taala, thot o rob jam, thot, unë të gjujta thot në xhehenem ty. Po pse vazhdove hala me më thirr me dy emrat e mi? O i buti absolut, o bujar. Tha ja Rabbi, tha, sa jënë konë, tha në dynja, ti e din, thot që unë non stop, thot të kom lutë ty me këto dy emra. Unë e pranoj, thot që kom bo gjinohë, kom të pru me gjinohë, ama e kom pas shpresen, se në dynja edhe ti e din që kur dalë para te ti kime më falë. Kime më falë, ja Rabbi. Atër Allah subhanahu wa ta'ala thot me lojkeve mereni, thot robin te me dhe futën në gjennet. Këta e përmendat dashurit e mi, veç mu argumentu se dijes Allahot as gjo nuk i mshefet. Nuk i dijes Allahot kur gjo nuk i. Parat na i thomi atyne që maskohen e që lodhen e, i thomi masu lodh. Allah e ka lodhësh. Ti nështë ta njerëzve pju maskohesh e pju ik syvet njerëzve, ava syvet Allahot si kur. Dijes Allahot së mund është mik. Parat asy, Allahu na bof që me e pasë në zemrat tona në gjesin se Allahu na shen. Edhe parat besimtari që më këtë tema, se në temi jam, në thelb teme zbilem, sinceriteti nuk përvecot veç për besimtarit. Veç besimtari i sinqert. Ta është dhe muslimoni, Allah muslimoni, tash të ka muhabet gatë. Se jo kërit muslimant, jo besimtar, se nivellet e islamit jënë 3, është islami, bas parti kur thush, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammedun Rasulullah e bo musliman. Kur dënë me kalun nivelin e dytë, niveli dytë i besimtarit, me marë epitetin besimtar, du të me i qitë në praktik urdhnat e Zotit që Zotit ka kërku, namazi, zeqati, agjerimi, haji,
Kur janë nisë robi me bo çdo punë, me bo punë të mira, atëherë çka ngritet në nivelin e dytë që është besimtar. Që ky në nivelin e dytë s'ka shans me gënjy. S'ka shans. A muslimonit krym, ka musliman vallahi në xhenazën të rajnë. A besimtari vërtet s'rën besimtari. Çdo duhet me dallu se disa thotë, "Oh, ky, po ky, a ka dalë burra apo s'ka kjo? Në halo ka mbet gjatë stovin, ju kanë dalë, domethënë është ndalë në pauzë është ky. Ky është në pauzë. Duhet me shku mja prek dikur aty atë pullën aty plejmi apo tak, që ky me vazhdu do të thotë me ngrit me iman të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë amma al-kadhibu wa ikhlafu wa at-tadlis wal iftira fa huwa amaratun min amarat an-nifaq wa al-jahl bi haqiqati hadha ad-din. Ndërsa thotë gënjeshtra, mos mbajtja prej premtimit, mashtrimi dhe shpifja janë shenja prej shenjave të hipokrizisë dhe pa diturisë ndaj realitetit të kësaj feje. O shumë problem dashurit e mi, pe thëmë edhe njëherë, pe potencoj për disa të njëherë, është shqetësuese kur e shenë në këtë shoqërinë tonë atë shumë rëndë sa në u kanë bo. Pasha Zotën, besoj që me bo, me pa pas një fargare, ma mërë mendja që aty ty ku ishim konë nelt, poshtë ishim mbet, jo si këto punë tjera që jena mbet poshtë, jo, me të reme, me gënjeshtra, bëjegin nelt e këshim pas stavin. Që ti që me do pa pik presioni rënë, ju ka po rënë, ju ka po pjesë e jetës, ju ka po. Oj dashur jam, e rrezikshme është, që apo thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk vazhdon robi me gënjy. Vetë se gënjeshtra ka me qunë shthurje. E shthurja do më thonë pastaj, ka me e bo qka? Ka me bo shkak për me qunë xhenem me qunë. Qëtash, kjo muhabeti është serioz. Muhabeti du të me marë shumë serioz. Nuk ka muhabet bën dytësor, tretësor. Jo, kur të përmendet xheneti edhe xhenemi, s'ka ma serioz. Nuk ka punë ma serioz kur përmendet një vepër se çan xhennet apo çan xhenem. Kjo seriozitet du të me konë nivelin më të lartë du të me qenë. Për atë arsye, muslimanit duhet të ruhet nga kjo sëmundje. Shkatruese që mos të godas fjala e Allahut që shka thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah. Thot vërtet gënjeshtra trilojnë, që shëndigjë. Me të vërtet thot gënjeshtra trilojnë vetëm ata që nuk besojnë shpallin e Allahut. Sa rrezikshme. Gënjeshtra trilojnë vetëm sa ata të cilët nuk e besojnë shpalljen e Allahut. Me përkthy, ma thjesht, me besu Allahun hak, me besu Allahun hak nuk rënd. Me besu Allahun subhanahu wa ta'ala hak nuk rënd njeriu. Dënë me shit telefonin, s'ki nevoj bre me rajt, i kalzën qaj që o dim për ta. Dënë me bon një trekti, vjen t'i bën 800 bet t'i bën. Ta shfrytëzën sinceritetin tënë që e ki ma të shtrejten që o feja. Halo pa i bo 5 hapat dele kundër të asaj të ashtu shtë jama njëra bja. Di që ka ma shqetsu se nuk është a i shqetsu se a që t'ka ma shtru. Po ma shqetsu se dhur për në kanë bo një be mërë kë. Nuk kanë u betu. Kjo është ma shqetsu se. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shëshan në këtë hadith që ka tha alejkum bisidq, alejkum bisidq, për mbaju një sinceritetit. Wallahi billahi, ai robi cili i përmbahet sinceritetit, është i sinqert në gjitha porët e jetës ti pasha Allahun, kur del para Allahut ka me shpetu me emrin Allahut. Allahu e dënë të sinqerten dhe na ka thirë për sinceritet. E dënë të sinqerten dhe na ka thirë për sinceritet. Edhe ne duhet ta stolisim veten me këtë virtyt madh. Për atë dashurit e mi,
se koha heci, ku du me përmen shprejt 3 gjëra që në nëzit këj hadith. E para, hadithi në nëzit që të jemi pëjtë sinqertve, se është sebeb i gjdo khajri. Kemi pëjtë sinqertve, se sinceriteti është sebeb i gjdo khajri. Pastaj, hadithi në paralajmëron për gënjeshtrën dhe pasojat e gënjeshtrës, dhe gënjeshtra është shkak i gjdo sheri. Edhe pastaj e treta, ai që njihet për një gjë, është e drejtë që të përshkruhet me atë gjë. Ai që njihet me një gjë, është e drejtë të përshkruhet me një gjë. Për shembull, një njeri është i njohur në mesin e muslimanëve se është i sinqert. Na i thojmë kjo robi sinqert. Kur të njihet me gënjeshtor, të me hon rëndësën. Po valla rëndësa, po do rruju piti thot se gjenazën të rënë. Po pashazot që shtu ju ndovdon, barin me bo me tashkel, thohët. Barin të thojnë. E sidomos në zemonin tonë, që për epshe dhe teke, gjithë shka bujna, veç për me artë e teke, se ka gajle apo gënjen, apo dëmton me gënjeshtën e ti tjetërën. Zotin a bof për të mirëve, atu ka kem qëllopi mirësive të Zotit, ku kem ka bof për me edhe shëjtanë, alhamdulillah, rabbil alamin.